Një moment befasues është kapur nga kamerat gjatë samitit të Komunitetit Politik Evropian të mbajtur në Tiranë dhe është bërë shumë shpejt viral. Aty presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u filmua papritur duke mbajtur gishtin e presidentit francez Emmanuel Macron gjatë një shtrëngimi duarsh. Pas kësaj, të dy udhëheqësit qeshën. Sipas informacioneve të publikuara në faqen e internetit Nexta, Macron donte të pohonte dominimin gjatë shtrëngimit të duarve duke vendosur dorën e tij mbi atë të Erdoganit, një gjest klasik që synon të tregojë kontroll dhe liderin alfa. Por presidenti turk nuk e lejoi këtë gjë. Në vend që të tërhiqej, ai kapi gishtin Macronit dhe e mbajti atë me forcë, duke sinjalizuar në mënyrë delikate: "Ju nuk më kontrolloni dot mua." Analistët e gjuhës së trupit do ta quajnë këtë një përmbysje me libër ose një kontradikt pasive agresive që është bën liderin tjetër pa përdorur fjalët.